Një shkrim që lind nga një postim në rrjetet sociale, ish prefekti i Tiranës dhe ish deputeti Keltis Kruja, i cili ka qenë një nga drejtuesit e qarkut të Tiranës kohë më parë, ka bërë një postim në rrjetet sociale ku falenderon numëruesit e kryeqytetit për punën e tyre. Në fakt, Keltis Kruja bën detyrën si demokrat, si njeri që njeh strukturat, si njeri politik, pjesë e organizimit të PD-s, i rritur në atë parti. Keltis Kruja e bën me thjeshtësinë më të madhe, por të kundërtën e tij bën deputetët e listës apo jashtë saj. Tani që rinumërimi i Tiranës mbaroi, të gjithë i detyrohemi një ndjesë të madhe numëruesve tan, puna dhe integriteti të cilëve me apo pa dashje u vu në dyshim. Vajza e djem gra e burra që sakrifikojnë çdo ditë për atë që besojnë, respekt, shkruan Kruja. Në mënyrë të turpshme, pa e njohur fare partinë, pa ditur vlerat e trupës elektorale, të bërthamës dhe zemrës së PD-s, sepse në numërim shkojnë njerëzit më të besuar, ata u sulmuan. Po u sulmuan turpërisht, u abuzuan turpërisht nga Ilir Ali Mehmeti, Aslan Dojgjani, Jorida Tabaku nga deputet të listës apo jashtë saj në Tiranë. Akuzat u tha se kishin shtuar vota, kishin hequr vota, kishin trafikuar vota, por askush nuk mendoi se procesi i numërimit në një moment do të mbaronte, verdikti kishte dalë. Humbja ishte e qartë për 1001 arsye, por sulmi më i turpshëm, më i fulliqur politik dhe më kriminal ka qenë ai ndaj numëruesve i bërë nga deputet ose jo, i bërë nga analist, nga gazetar brenda PD-s, nga drejtues të saj, të cilët i vu në dyshim këta njerëz. Këta njerëz me integritet që nuk shkuan as në gabimet njerëzore. Pra ishin aq pak vota në totalin prej qindra mijëra sa nuk mund të quhet as gabim njerëzor. Rinumërimi përfundoi në Tiranë. Renditja nuk ndryshoi, mandatet nuk ndryshuan. Në shërbim të Ramës, për çfarë duhej ky proces i stërzgjatur që kushtoi dhe qindra mijëra euro? Kujt i duhej? Më shumë se askujt tjetër i duhej Edi Ramës pas një diskutim, sepse demokratët akuzuan trupën e tyre elektorale, njerëzit më të besuar që u trafikuan votat dhe Rama fërkonte barkun. I interesonte Edi Rama sepse procesi do të hynte në një qerthull, do të vinte vërdall kot opozita për të gjetur kauzën e humbjes që ishte vjedhja në numërimin e votave. U bë dhe rinumërimi, vjedhja nuk doli. Patjetër që i intereson Edi Rama sepse nxiten konflikte të brendshme dhe përçarje në PD, pasi ata numërues që janë fyer e janë akuzuar janë qytetarët, janë njerëz me vlera, me dinjitet. Nesër nuk të ndjekin më pas sepse thjeshtësisht ai thot mund të jem pjesë e strukturave, por në numërime nuk shkoj më sepse shkova dhe ti më akuzove, u bëri numërimi dhe doli që unë nuk kisha asnjë përgjegjësi, asnjë faj dhe ti prap nuk më kërkove ndjes. Humbja qëndron diku tjetër, por kjo nuk i përket këtij shkrimi, i përket faktit që Partia Demokratike me kërkesat për rinumërim thjesht dhe vetëm vrau veten dhe i shërbeu Edi Ramës. Për më tepër goditi turpërisht dhe në mënyrë të dhimbshme palcën e saj, pjesën me integritet që kishte, që ishin grupet e numërimit të votave anë mban, jo vetëm Tiranës, por gjithë Shqipërisë.